Gjesti ka filluar të shfaqë një farë pëlqimi ndaj Loredanës, diçka që po vihet re nga të gjithë banorët e shtëpisë. Ai kalon gjithnjë e më shumë kohë pranë saj, duke u afruar dhe duke e ngacmuar në mënyrë të vazhdueshme. Teksa janë ulur në divan, Gjesti e shikon Loredanën me një buzëqeshje të lehtë dhe i thot me një ton ironik: "Dëgjoj, besoj se gjithë këto debate mes nesh janë thjesht një mënyrë që ti të marrësh vëmendjen time. Nuk ka mundësi ndryshe, më duket se e ke qejf këtë kingun." Loredana, e cila nuk e pranon lehtë një provokim të tillë, e shikon me dyshim dhe i kthehet menjëherë: "Ti e ke seriozisht apo po bën si zakonisht lojë? Se unë nuk bie prej këtyre gjërave të tua." Gjesti, duke buzëqeshur dhe duke tundur kokën, i afrohet edhe më shumë dhe i thot: "E po, ndoshta po tallem, ndoshta jo. Varet si e shikon ti, po nuk të pëlqeu, mund ta harrojmë këtë bisedë." Nga ana tjetër, banorët e tjerë, të cilët po e ndjekin situatën nga afër, fillojnë të diskutojnë mes tyre. Amber dhe Rizarta bisedojnë në një cep të dhomës dhe duket se kanë dyshime të tyre. Ky Gjesti po bën të njëjtën lojë që bëri me Eglin. Po e ngacmon Loredanën për të parë si do reagoj, por në fund do thotë që po bën të shaka, thot Amber e bindur. Ndërkohë, Loredana nuk duket se po e merr shumë seriozisht. Ajo e njeh natyrën lozonjare të Gjestit dhe e di që ai ka tendencën të tallet me vajzat. Megjithatë, një pjesë e saj duket e intriguar nga fakti që ai po i kushton kaq shumë vëmendje. Tani mbetet për t'u parë nëse Gjesti po tallet si zakonisht apo nëse këtë herë ka një interes të vërtet për Loredanën. Loredana ka filluar të shfaqë një pëlqim të pazakon për Gjestin, diçka që nuk e ka pranuar më parë as me veten e saj. Teksa është ulur në dhomën e ndenjes me Danjën, ajo duket e përhumbur në mendime, duke luajtur me një jastëk në duar. Danja, e cila e njeh mirë Loredanën, e vëren menjëherë që diçka nuk shkon dhe i drejtohet: "Çfarë ke? Që kur të shoh të menduar kështu, di që diçka po ndodh. Fol, çfarë të shqetëson?" Loredana nguron për një moment, por më pas, pasi hedh një vështrim përreth për të siguruar se askush tjetër nuk po i dëgjon, më në fund flet: "Nuk e di çfarë më ka ndodhur, por kam filluar të mendoj ndryshe për Gjestin. Është sikur nuk më duket më aq i padurueshëm. Po më pëlqen, por nuk jam e sigurt nëse është vërtet apo thjesht po mashtroj veten." Danja, e habitur nga kjo rrëfim, ngre vetullat dhe e shikon me dyshim: "Ti po bën shaka, apo jo? Po flet për të njëjtin Gjesti që e ke ofenduar 10 herë dhe që thua gjithmonë se është njeriu më i padurueshëm këtu?" Loredana tund kokën dhe psheretin: "E di, është absurde. Po sa më shumë kalon koha, aq më shumë e vërej që ai ka një anë tjetër. Nuk e di nëse është thjesht lojë apo nëse ka diçka të sinqertë te ai, por e di që kur më ngacmon apo më provokon, nuk më mërzit më si më parë. Madje, më duket edhe argëtuese." Danja, e cila nuk e ka pritur një kthes të tillë, shtrëngon buzët dhe mundohet të analizojë situatën. "Shiko, unë e njoh Gjestin dhe e di që ai është një lojtar i madh. Ai di si të manipulojë situatat dhe si të bëjë të mendosh se ndoshta ka ndjenja për ty, kur në fakt ai thjesht po luan. Ki kujdes, mos u lëndo." Loredana, e cila ende nuk është plotësisht e bindur për ndjenjat e saj, përplas jastëkun mbi prehër dhe thot: "E di, dhe kjo është arsyeja pse nuk dua të nxitohem. Ndoshta është thjesht një ndjenjë kalimtare, ndoshta është thjesht fakti që kalojmë shumë kohë bashkë këtu brenda. Por sido që të jetë, nuk mund ta mohoj që diçka ka ndryshuar." Danja e shikon me kujdes dhe i buzëqesh: "Atëherë, duhet ta kuptosh vetë. Por të paktën dije që unë jam këtu, nëse ke nevojë të flasësh për këtë." Loredana pshertin sërish dhe tund kokën, ende e pasigurt për atë që ndjen. Për momentin, ajo e di vetëm një gjë: Gjesti nuk është më thjesht një banor i zakonshëm për të. Lajrti hyn i acaruar në dhomën e ndenjes, ku Gjesti dhe Rozana janë ulur pranë njëri tjetrit, duke qeshur dhe biseduar me ton ironik. Ai i vështron me nervozizëm dhe, pa u menduar 2 herë, vendos t'i përballet hapur. "Mjaft më me këto lojëra. Po e shihni vetë se çfarë po bëni. Po luani bashkë dhe po silleni sikur jeni mbi të gjithë të tjerët," thot ai me një zë të ngritur, duke u afruar drejt tyre. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë dhe përpiqet ta provokojë: "Po ç'a ke, o lart? Pse të djeg ty kaq shumë se si sillemi ne?
apo të ka marrë malli të bësh moral. Rozana, e cila ndodhet pranë Gjestit, nuk nguron ta mbështesë dhe e shikon Laertin me një shikim të ftohtë. Po qa të bëjmë ne, Laert? Të kërkojmë leje për si të silemi? Nuk të pëlqen? Mos na shiko. Por Laerti nuk lëshon pe dhe vazhdon me akuzat e tij. Problemi nuk është se po bëni lojë, por se po silleni keq me të gjithë. Ju nuk keni asnjë respekt për banorët e tjerë dhe thjesht po mundoheni të manipuloni situatat për të dalë mirë. Dhe sinqerisht, nuk jam i vetmi që e shikon këtë. Gjesti qesh me ironi dhe tund kokën, erdhi dhe ky tani të na jap leksione. Laert, më fal, po ti që pretendon se je i ndershëm, mos je më i keq se ne? Apo thjesht nuk të pëlqen që nuk je pjesë e lojës sonë? Laerti, tashmë edhe më i acaruar, shtrëngon grushtat dhe thot me një ton të prerë, unë nuk kam nevojë të bëj lojë të ndyrë si ju. Unë jam i njëjtë si ditën e parë dhe nuk kam nevojë të mashtroj apo të manipuloj njëri. Por ju të dy, po e bëni këtë gjë hapur dhe është turp. Rozana, duke mos dashur të duket e dobët, e kundërshton menjëherë, ti po na akuzon ne, por realisht je ai që po kërkon vëmendje. Nuk mund ta durosh faktin që nuk je pjesë e grupit ton dhe tani bën sikur je i moralshmi i shtëpisë. Hipokrizi e pastër. Tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë, dhe ndërsa disa banor afrohen për të dëgjuar debatin, bëhet e qartë që konflikti mes Laertit, Gjestit dhe Rozanës nuk do të mbarojë këtu. Rozana hyn e nervozuar në dhomën e ndenjes, ku Gjesti është ulur i qetë duke biseduar me disa banor të tjerë. Ajo nuk mund ta mbajë më për brenda atë që mendon dhe vendos ta përballet drejt për drejt me të. Gjesti, mjaft më me këto lojra. Ti nuk u ndjeve as pak keq për Eglin. E përdore, u talle me të dhe pastaj e hodhe tutje sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Dhe tani sillesh sikur asgjë s'ka ndodhur. Thot ajo me ton të ngritur, duke e parë drejt në sy. Gjesti, i cili është shtrirë në koltuk me një buzëqeshje ironike, e shikon pa shumë interes dhe i kthen përgjigje me qetësi. O Rozana, qa ke ti tani? Egli vendosi vetë të largohej, nuk e nxora unë me zor nga shtëpia. Unë nuk ja kam fajin që ajo u fiksua pas meje dhe pastaj nuk e përballoj situatën. Nuk është problemi im që ajo e mori çdo gjë kaq seriozisht. Rozana, e revoltuar nga ky reagim, afrohet edhe më shumë dhe i drejtohet me një zë akoma më të ashpër. Po ti çfarë bëre, Gjesti? Ti e lije të mendonte se ndoshta kishte një shans me ty, e përdore për lojën tënde dhe pastaj e turpërove para të gjithëve. Në vend që të ndaloje, ti vazhdove ta tallje deri në fund. Dhe tani bën sikur nuk të intereson fare. Gjesti qesh me ironi dhe shtrëngon supet, po më bën si gjyqtare tani, Rozana? Kush je ti të më thuash si duhet të sillem? Unë bëra atë që mendova më të mirën për veten time. Egli ishte pjesë e lojës, ashtu si të gjithë këtu. Nëse ajo nuk e përballoi, nuk është faji im. Rozana tund kokën e shgënjur dhe ngrit zërin edhe më shumë. Ti nuk ke zemër, Gjesti. Nuk të intereson askush përveç vetes. Egli vuajti për ty dhe ti as nuk kishe një fjalë të mirë për të kur doli. Dhe tani bën sikur s'ka ndodhur gjë. Sa i pa skrupull je. Disa banor afrohen për të parë debatin, ndërsa Gjesti qesh dhe i drejtohet me një ton të ftohtë. E kuptoj që të djeg fakti që unë s'kam ndjenja për të, por kjo nuk është puna jote. Unë jam këtu për të luajtur dhe për të fituar, jo për të bërë dramë me njerëzit që nuk i dua. Kaq e thjesht është. Rozana, tashmë e të imbushur me nerva, tund kokën dhe largohet, duke murmuritur, turp të kesh, Gjesti. Po luan me ndjenjat e të tjerëve dhe një ditë do ta pësosh edhe vetë. Ndërkohë, Gjesti ngres supet dhe vazhdon të bisedoj me banorët, sikur asgjë nuk ka ndodhur, ndërsa shtëpia është ende e trazuar nga ky debat. Gjesti, duke biseduar me disa nga banorët në obor, nuk e fsheh as pak ndjenjat e tij lidhur me daljen e Eglit nga shtëpia. Ai ulet i shtrirë në divan, me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë dhe nis të flas me një ton të qetë, por të sigurt. Sinqerisht, jam shumë i lumtur që ajo doli. Nuk po e them për keq, por unë nuk kisha asnjë ndjenjë për të. Gjithë kjo situatë mes nesh ishte e egzageruar nga të tjerët. Unë asnjëherë nuk e kam parë Eglin si dikë me të cilën do kisha një lidhje të vërtetë,
thot ai, duke shtrirë krahët pas koke. Vserlo, i cili po e dëgjon me vëmendje, e shikon me dyshim dhe e pyet, po atëherë pse rrije gjithkohës me të? Pse e lije të mendonte se kishe diçka për të? Gjesti tund kokën dhe qesh me ironi, sepse më vinte keq për të. Ajo ishte e fiksuar pas meje dhe unë s'do ta bëja të ndihej keq që në fillim. Por nuk mund të qëndroja duke luajtur këtë lojë pafund. Dhe për ta bërë të qartë një herë e mirë, unë kur nuk i dhash asaj ndonjë shenjë të vërtetë që mund të ndodhte diçka mes nesh. Ajo e krijoi vetë këtë histori në mendjen e saj, përgjigjet ai, duke ngritur supet. Amber, e cila po dëgjon bisedën, futet në debat dhe i thot, Gjesti, mos u bëj sikur nuk e di çfarë ke bërë. Ti ke flirtuar me të, e ke bërë të ndihet e rëndësishme dhe pastaj e ke lënë të vuaj. Tani thua që nuk e ke pëlqyer fare? Mos u hiq si i pafajshëm. Ai qesh dhe ja kthen me një ton të prerë, Amber, mos e egzagjero edhe ti. Unë nuk kam flirtuar me Eglin, ajo thjesht i keq kuptoi gjërat. Nuk është faji im që ajo krijoi iluzione në kokën e saj. Tani që doli, jam më i qetë, sepse nuk dua drama të kota këtu brenda. Duket qartë se Gjesti nuk ka asnjë pendes për mënyrën se si u soll me Eglin dhe për të, kjo histori ka marrë fund. Megjithatë, disa nga banorët nuk e shohin me të njëjtën sy. Ata besojnë se ai thjesht po mundohet të justifikohet dhe të dalë i pastër nga situata. Loredana, e nxjerrur nga debatet e vazhdueshme me Jozin, humbet durimin dhe i afrohet me nervozizëm, duke e parë drejtë në sy. Sytë e saj janë plot me inat dhe zëri i dridhet nga zemërimi. Ti nuk je asgjë më shumë se një thashethemegji i lodhur. Nuk je burr, je më shumë femër se unë. Vetëm flet pas shpine dhe fut hundët kudo. I thot ajo me ton të ashpër, duke bërë një hap më afër tij. Jozi, i qetë, buzëqesh me ironi dhe tund kokën, duke e provokuar më tej. Hë pra, çfarë do bësh tani? Do më godasësh? Tregoje veten, se e di që ke nerva të dobta. Je vetëm fjalë, Loredana, asgjë tjetër. Këto fjalë e acaron edhe më shumë Loredanën, e cila shtrin dorën me nervozizëm dhe tenton ta godas, por disa nga banorët ndërhyjnë për ta ndaluar. Amber dhe Vserlo e mbajnë nga krahët, ndërsa ajo përpiqet të çlirohet nga duart e tyre. Më lëshoni. Ky debil nuk e meriton as të jetë këtu. Është i neveritshëm, i pavlerë, një burr që s'ka karakter. Më ke lodhur, Jozi. Më mirë të mos më flasësh më kurrë. Ulëret ajo, ndërsa përpiqet të qetësohet. Ndërkohë, Jozi vazhdon të qëndroj me duart në xhepa dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai shikon nga banorët dhe thot, ja shiheni vetë. Vetëm bërtet dhe tregohet agresive, sepse nuk ka argumente. Një shfaqje e turpshme, sinqerisht. Situata në shtëpi tensionohet dhe banorët mundohen të qetësojnë Loredanën, e cila ende vlon nga zemërimi. Duket se konflikti mes tyre nuk do të përfundoj kaq lehtë. Gerta debaton ashpër me Gjestin, duke akuzuar se ai është një viktimizues i madh dhe se gjithçka që bën është vetëm për interesin e tij personal. Me një ton të lartë dhe të irrituar, ajo i drejtohet atij, Gjesti, ti vetëm për veten tënde mendon. Nuk të intereson askush tjetër përveç vetes. Gjithmonë përpiqesh të bësh viktimën, sikur të gjithë janë kundër teje, sikur të kenë bërë ndonjë gjë të keqe. Por e vërteta është ndryshe. Ti je ai që i përdor të tjerët dhe pastaj i hedh si të ishin të pavlerë. Gjesti, i acaruar nga akuzat e saj, mundohet të mbrohet, duke thënë me përbuzje, po çfarë thua ti, moj Gerta? Më mirë shiko punët e tua dhe mos u merr me mua. Unë nuk kam nevojë për askën, nuk kam nevojë për mëshirën e askujt, dhe sigurisht nuk kam nevojë për fjalët e tua boshe. Gerta, e revoltuar, nuk e lë me aq dhe e vazhdon debatin, duke e sfiduar edhe më shumë. Po ti çfarë bën, Gjesti? Të gjithë e kanë kuptuar lojën tënde. Sa herë që del keq, sa herë që të kapim në gënjeshtra apo manipulime, fillon dhe bën sikur je viktim, sikur je i lënduar. Por nuk ka më budallënj këtu. Ne të shohim se si vepron, se si manipuloje Eglin, se si e ke përdorur çdo situatë për të dalë si më i miri. Por e vërteta është se ti mendon vetëm për veten tënde dhe për askën tjetër.
Banorët e tjerë fillojnë të shohin me kureshtje debatin e tyre, disa duke buzëqeshur me ironi, ndërsa të tjerë shfaqin habi për ashpërsinë e përplasjes. Gjesti, i lodhur nga akuzat, e shikon Gertën me nervozizëm dhe i përgjigjet me arrogancë, nuk kam pse të justifikohem para teje. Ti dhe të tjerët mund të thoni çfarë të doni, por unë e di shumë mirë se kush jam dhe nuk kam nevojë të dëgjoj moral nga ty. Gerta, duke parë që ai vazhdon të sillet me arrogancë, tund kokën me përçmim dhe i thot, po vazhdo, bëj sikur nuk të intereson. Por e vërteta është që je thjesht një lojtar i paskrupullt, që nuk di të tregoj as edhe një ndjenjë të vërtetë. Kjo është arsyeja pse askush nuk të beson më, Gjesti. Sepse e gjithë sjellja jote është e rreme. Tensioni mes tyre vazhdon të rritet dhe duket se ky debat nuk do të harrohet lehtë. Banorët ndihen të ndarë mes tyre, disa duke mbështetur Gertën, të tjerë duke qëndruar në anën e Gjestit të, por një gjë është e sigurt, konflikti mes tyre është larg përfundimin. Jozi ofendon rënd Loredanën gjatë një debati të ashpër, duke i thënë hapur se ajo ka simpati për Gjestin, edhe pse mundohet ta fshehë. Ai i akuzon për hipokrizi dhe për sjellje të dyfishtë në shtëpi. Mos bëj sikur nuk të intereson, Loredana. Të gjithë e shohim si e sheh Gjestin, si i vardisesh, si mundohesh të tërheqësh vëmendjen e tij. Por pastaj del këtu dhe flet sikur je më e ndershmja, sikur nuk të intereson fare. Boll na tregove për alla, thot Jozi, duke e parë me përçmim. Loredana, e ofenduar dhe e nervozuar, i përgjigjet me zë të lartë, më lër rehat, Jozi. Ti nuk e di asgjë për mua dhe për atë që unë ndjej apo nuk ndjej. Unë nuk kam pse të jap ty shpjegime. Por Jozi nuk ndalet dhe vijon ta sulmoj, mos u mundo të bësh të pafajshmen. Ti je ajo që kritikon vajzat e tjera, por në fund je po e njëjta. Ke qejf Gjestin, po ai nuk të do. Dhe pastaj përpiqesh ta fshehësh duke folur keq për të. Hipokrite. A e sheh sa pa moral je? Loredana hap syt me nervozizëm dhe i afrohet Jozit, duke i thënë me një ton të mbredh, ti nuk ke të drejtë të më gjykosh mua. Shiko veten tënde dhe si sillesh. Më mirë pa moral se sa një gojë prishur si ti. Tensioni mes tyre rritet, ndërsa disa nga banorët përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Jozi, megjithatë, vijon të bëjë ironi, duke i buzëqeshur me përçmim dhe duke tundur kokën. Po, vazhdo mohuje sa të duash, por të gjithë e dim të vërtetën, Loredana. Ti mund ta gënjesh veten, por jo ne. Debati vazhdon me tone të larta dhe duket se mes Jozit dhe Loredanës nuk ka për të pasur paqe aq lehtë. Gjesti debaton ashpër me Gertën dhe në mes të tensionit ai nuk përmbahet fare. Me një ton të lartë dhe me nerva të shpërthyera, ai i drejtohet asaj duke i thënë, ti je njeriu më i shpifur që kam njohur ndonjëherë. Nuk kam parë ditë më të neveritshme se ty në këtë shtëpi. Çdo ditë je duke u marrë me të tjerët, duke futur hundët në punët që nuk të përkasin, thjesht sepse s'ke asgjë më të mirë për të bërë. Banorët e tjerë ndalen dhe shikojnë me habi përplasjen mes tyre. Gerta, e zemëruar nga fjalët e tij, nuk e lë me aq. Ajo kthehet nga Gjesti dhe me një shikim sfidues i thot, ti flet për mua? Ti, që je i vetmi këtu që e ke kaluar gjithë kohën duke luajtur me ndjenjat e njerëzve dhe duke përdorur vajzat për lojën tënde? Mos më fol mua për shpifje, sepse nëse ka një njeri të keq dhe të paskrupullt këtu, ai je ti. Gjesti, i tërbuar nga kundërshtimi i saj, afrohet më shumë dhe i thot me përçmim, unë e di shumë mirë kush jam dhe nuk kam nevojë të më tregosh ti po ti kush je, Gerta. Një njeri që s'ka asnjë identitet të vetin, që jeton duke u futur mes njerëzve dhe duke sjell vetëm energji të keqe? Më mirë shiko veten tënde para se të hapësh gojën për të tjerët. Disa banorë përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndalur, por Gerta, e acaruara në maksimum, nuk e lë me aq dhe i thot me ironi, pse të djegë vërteta? Apo thjesht nuk duron kur dikush të nxjerr fytyrën tënde të vërtetë? Mjaft u solle si mbreti i shtëpisë, se askush nuk të ka frikë. Ti je thjesht një manipulues që mendon vetëm për veten. Tensioni mes tyre rritet edhe më shumë dhe Gjesti, i lodhur nga debati, bën një gjest përçmues me dorë dhe largohet, duke mërmëritur me vete, nuk ja vlen të humbas kohën me ty, se je një e pashpresë.
Më mirë të merresh me thashethemet e tua se vetëm për to je e aftë. Ndërkohë, Gerta, ende e inatosur, ulet dhe nis të flas me disa prej banorëve të tjerë, duke shprehur zhgënjimin e saj për mënyrën se si Gjesti sillet në shtëpi. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe duket se ky debat nuk do të harrohet lehtë nga askush. Serlo, i irrituar nga sjellja e Gjestit, vendos ta përballë atë dhe ta pyes hapur për qëndrimin e tij ndaj Eglit. Ndërsa ndodhen në obor, mes bisedave të zakonshme, ai papritur e shikon drejt në sy dhe me një ton serioz i thot: "Gjesti, më thuaj diçka. Pse nuk u lidhe kur me Eglin siç e prisnin të gjithë? Dhe mbi të gjitha, pse e mbajte aq gjatë duke u tallur me të, duke e bërë të besonte se mes jush kishte diçka më shumë?" Banorët e tjerë që janë aty afër ndalojnë për një moment dhe drejtojnë vëmendjen nga biseda, duke pritur me kuriozitet përgjigjen e Gjestit. Ai buzëqesh lehtë, duke marrë pak kohë për të menduar, pastaj mbështetet mbi divan dhe me një ton të qetë, por të sigurt, i përgjigjet: "Shiko, Serlo, unë kur nuk i premtova Eglit asgjë. Ajo ishte ajo që donte të besonte në një histori mes nesh. Unë që në fillim e kam thënë që për mua kjo është një lojë dhe nuk do të lidhem seriozisht me askën brenda kësaj shtëpie." Serlo tund kokën me pak neveri dhe i drejtohet përsëri: "A e kupton që ajo ishte shumë e përfshirë emocionalisht? Ajo mendonte se mund të kishte diçka më shumë mes jush, dhe ndërkohë ti e leje të mendoj ashtu, ndërsa pas krahave të saj talleshe me të. Nuk të duket e padrejtë?" Gjesti buzëqesh sërish, këtë herë me një ton paksa ironik: "A e kam detyruar unë të më doj? A e kam detyruar unë të ketë ndjenja për mua?" "Jo, Serlo," ajo zgjodhi vetë. "Unë nuk bëj asgjë më shumë se sa t'i shijoj momentet dhe të luaj lojën time. Nëse ajo u lëndua, më vjen keq, por nuk ishte faji im që ajo nuk kuptoi lojën që po luanim këtu." Në atë moment, disa banorë fillojnë të komentojnë, disa duke mbështetur Serlon, të tjerë duke buzëqeshur nga përgjigjet e Gjestit. Serlo, ende i acaruar, i thot: "Nuk e di si nuk ndjen as pak faj për atë që ke bërë. Egli u largua nga kjo shtëpi e thyer, e lënduar, ndërsa ti thua që nuk kishe ndjenja për të. Kjo nuk të bën të ndihesh keq as pak." Gjesti, këtë herë duke ngritur supet, përgjigjet: "Nuk po them që jam krenar për këtë. Por, Serlo, ky është Big Brother. Nuk kemi ardhur këtu për të martuar apo për të bërë histori dashurie të sinqerta. Të gjithë këtu jemi për lojën, dhe unë thjesht luajta më mirë se ajo." Serlo tund kokën, i zhgënjur nga përgjigja, ndërsa disa banor tjetër shikojnë me habi mënyrën se si Gjesti justifikon sjelljen e tij. Duket qartë se kjo temë nuk do të mbyllet kaq lehtë dhe tensioni mes tyre vetëm sapo rritet.